Shpirti artistik. E kupton shpirt. Një pjesë romantike nga Emi Kokale. E kupton shpirtin artistik tani që ka një profesor më të mirë pa të kitarës, të violinës dhe të baterisë. Që është? Monti Korgjioni mo. E falenderoj. Vetëm se më bërtet më bën lecka ti. Jo mba gishtin kështu, mbaja ashtu sikur kam të thara. Pse dhe bateri si bie Monti, e? Monti bën kurs mo bateri, violinë, kitare. Po Stavri? Stavri bën kursin pas orës 3 të natës me mua. E bëjmë piano. Miq të dashur, ky është episodi 40. 40, ë? 40, arritëm 40. Kemi Sarandisëm do më. Sarandisëm. Se do thon fjalë greke. Saran 40 ditë kur lind, 40 ditë kur vdes, 40 ditë do mushti të bëhet raki. Po. Hapën çika të koktelin të lutem. Me se është. Ajo është kamikaze që Po rregullohet situata. Le veglë. Do vit për pak edhe Ruor Çela. Ta bëjmë një rgëzuar me këto koktelet, mix koktel të prodhuara. Po unë që kam pirë gin o pi dhe raki me këtë më bën gjë prapë. Ja gëzuar, mirë se na erdhe. Mix koktel të prodhuar në Lituani, France 3 TC, distribution, si ma thera në kaluar. Sandra la mandra la thuaj. Atëherë falenderojmë Tanin, Seldianin dhe Martinin për këto koktelet e mrekullueshme, birën Budweiser si gjithmonë, cappuccino pistachio, cappuccino Irish, kafe Frank, sikurse pa haruar Fura Restorante dhe Antigonea 2000. Edhe njëre nisi miq, episodin e 40, Emin Kokalari sapo na respektoi me një pjesë muzikore me kitarë. Quhet romanca spanjolle. Romanca spanjolle, kemi dhe Naçin që ka ardhur direkt. Naçi sot i bëj romancën. Naçi sot i bëj ato të horrorit. Po ti bëj gropën. Naçi sot i bëj gropën. Po çka keni me Naçin atë? Si e Ka keni? folur keq në fundit. Naçi në fundit keq në botë, nuk e besoj këtë gjë. Ka folur keq. Po pse ç'a tha sipas teje? Po kam ca kahare të vjetra me atë. Keca mundet që ti zgjidhim sot, mund t'i zgjidhim sot. Keca merake të Po vjetra. dhe mund të mos t'i zgjidhim. Po ti zgjidhim patjetër mo. Po nuk diskutohet fare. Shiko, isha në Janinë në fundit. Të dërgova mesazh, thash ku jetë të qirasja një. Shikoj, dhe dikush e bukur se Janina është shqiptare. E kemi bërë ne si qytet. Mos ma tund kokën kështu. E kemi bërë apo jo? E kemi bërë apo jo? Nuk e di histori. E kemi bërë. Ashtu. Edhe vajta apo qytet evropian ata në Evropë. Mos thonë një qytetet ta hereduara me kushte, me rregulla. Mos thonë dhe më mirë nga qytetet e Evropës. I vogël është, po e ka bërë shqiptari mo. Thjesht aty nuk vjedhim. Këtu vjedhim. Më pëlqeu shumë vërtet, kishte jetë. Nga vajte? Ku diun se që i balsamiko. Vajte hëngra atje. E hëngra atje, po hëngra dhe pas matan. Po. Pse? Po shumë shtrenjtë olla. Atje shumë. Në lidhje me ne s'kan lidhje fare. Ai është nga vendet më të lira. Po e minin, marketet qenë super të lira, 3 herë më të lira nga Gjirokastra, kurse këto të qefi domethënë haje pas matan në kokë nuk bien aveje. Po, ashtu është vërtet apo kishte shumë njerëz. Më shumë qenë studente kështu. Edhe shumë shqiptar, valla, shumë shqiptar. Unë të them më shtona ti vazhdon. Kem festa të tëra andeja kem. Të tërë. Mua një gjë më ka bërë përshtypje Emin, sa herë kam ecur në Janin që kam takuar Naçin, që kam ecur me çunat, domethënë ka pasur në Gjirokastra shumë veta. Sigurisht edhe në shtatori. Shbëre vllasie, si ta kam. Një pyetje. Ajo është në rekord telefoni? Po. Në rregull. Po ka shumë në Gjirokastra, por ne jemi vend kufitar olla. Plus që është tona, nuk diskutohet fare, po jemi dhe vend kufitar, ja ku jemi. Se këtu spital s'ka. Usë mure, s'ka vesh, nuk ka molla tani. Po vesh në Janin. Mirë fakt që kemi mall që kemi dhe ata. Tani supermarketi në Janin. Supermarketi po në Janin janë shumë. Benzina në Janin. Benzina që rrit. Është 1.9 po këtu. Qe me 2.1 euro. Qe me 2.1 euro, po të paktën e ke super olla. Ule dita ditës, ule. Ore, hedh atje nafto, sikur sa xhon fare makina i hedh, këtu domethënë çudi e madhe, po megjithatë, që bukur më pëlqeu. Vend kufitar jemi, po dhe për plazhe, pse jo? Ana ande gregu i këtu të dela evo çopishti. Jo të gjitha vendet. 25 euro, si që. Të paktën atje nuk ka e gërsira, nuk ka zombi që të trëmbesh mos të çaj, mos të han. Nuk ke o ma hidh çik topin, në makullore mua se e ka rregulla. Paqe plot, ë? Paqe për fëmijë. Çfarë që qenë ato? Ti të shikosh parkun këtu te Adisa që kemi ne të fëmijëve, atë të ekziston akoma?
Kulli sheshit me. Bushu me kulle me xhama, po atje është që më të mësohet me vuaj një fëmija, të bëhet survival. Merr një ata që i me kushte, futin në një pill ose mbijetojnë dot. Merr na ne, hip janë majtë kumbullës tonë, merr ja kumbulla bjanë cukuni dha la kuriç. Fugat kaqe. Ja ku jam thu. Po si hadhi atje, se o vjen në shtëpi edhe dru. Ajo dihet. Po tani Tani më fal, kjo punë e cukunirave. Se ti je më i ri, kurse në moshën tonë ne bënim nuk e di. Birek mo? Jo. Kur bëshë me cukunira që të freshin ato kuqja. Ta E, bënde në një shok shurën apo jo? Jo, s'bënim në ato ne. Ne bënim. Ne në palor tonë ako Hajde, s'kemi valla, bërë në palor tonë. Ne bënim nga ato. Haj. Jo, s'bënim ne shurën e bënim po të çanim dorën për shkak. Çaj e dorën e mund ta lëpinte ai qeni për shkak se qaj që po ta lëpiu qeni të shërohet. Gjuaj qenit me 2 milionë e 500 miliard baktere. E së mundi të papare. Do me thënë jo, qeni ta lëpin dhe faktikisht ka dhe disa lloje kimikatesh që i vrasin bakteret, por çfarë të kesh? Çfarë të kesh? Se mund edhe ta lëpje ta presësh kraun fare për shembull. I bie të ketë risk, ka risk. Tani ka ardhur shoku jon Rorsela. Rorsela do vi për Bëj pak. kariken këtij atulet tani. Do vi Rorsela, ja vetëm Po, 5 na që- sekondë. Dhe Rolsi. Atje ta bënë në rrugën e lagjën. Jo, ai çje. Pa është shtëpia që ka rënë. Ajo është mbi mua. Po muri atje që hodhe radhën Po parë. muri, ai muri me bar. Po. Se është dhe një mur me bar atje, pritet të pjelli. Skaj. Po pse herën e fundit kishe çeduar pak në komunikat? Në kë komunikat? Kishe thënë që kanë bërë punë. Para një vite gjysmë. Hajde. Jo, para një vite gjysmë, herën e fundit që ishe në podcast këtu. Kishit një temë. Edhe Rorsela, të mikpresim, mund të vish afër miku tënd, shoku ton, Minko Galarit. që o prif ullet hoxha ata. për jashtë. E mon kalo. Unë edhe Rorsi, o flasim këtu, a flo me mua, ta ketë e mini të lira atë. E dua private unë. Dorën zotërisë të lutem. Po flisin o një fjalë mos e. Nuk kemi pirë akoma që të na mbidhi gojën. Ja pra miq, u bashkua dhe Orsi Çela, shumë veta na kanë Çela apo Çelo? tani në dokumentat thuhet Çelo, po që Çela njihet, e kupton? Çela një me. Ti për shembull e ke Lukan, bota të flasin naqe. Ore, ka të bëj me Lukanikon? Jo fare. Jo. S'ka të Jo bëj Lukaniko naqe. Siç ju premtuam miq të dashur, Emini do jetë edhe më gjatë. Po, erdhi. Kush është ki? Kush është ky? Ç'është ki me këtë gjë të bukur? Ati ajo, ja, si duket ajo. Ja. Kanguri delivery. Në pazar miq të dashur. Dale pak o, se kjo hapet kështu. Bravo, kjo pizza Kanguri, kush ka dëshirë mund të telefonoj, do keni numrin e telefonit. Se quhet kangur, hidhet gjë. Hidhet gjë dhe Hidhet në bark. po Gjirokastra kështu është projektuar. Gjirokastra kështu. Kemi dhe disa produkte tjera nga Kanguri, janë si patate cheddar, ka Ule atë, po ule se do të ka ato. Kraniko, ka, domethënë do ta shohësh menun edhe mund të zgjedhësh tek ajo menuja. E bie në pazar të vjetër ke këto? Në pazar të vjetër. Në pazar të vjetër s'ka nga kalon, mo nga do ta bjeri. Rrugë Manalatit është bllokuar, atje poshtë do të zi murin o një njeri në kokë, o ta lëj vandak. O zotri është Kanguraj. Po le çaj hidhet. Hidhet ai, vjen në pazar të vjetër. Shumë faleminderit edhe një herë Kanguri. Pizza delivery në pazarin e Gjirokastrës që na u bashkua këtë episod. Nuk e di çfarë ka ruar Çela valla, çka ka? Se di. Ban një heshtje të çuditshme. Është heshtje. Zotë flasi. Heshtje e fshehur. Mos nga radhë e fundit që bëri atë podcastin këtu që na shahun ato. Bravo. Po. Po Bashkë me ato nxjerrën atje. sodën Xherin me Qigur këtu. Erdhi Xheri këtu, na bërën qapazeneve. Edhe filluan njerëzit pse u prishin me ata, pse ju bërën dis, pse u bërën ashtu. Pse ndodhi kjo thua ti? Ja ku janë prap. Unë nuk të fakt fare, se më intereson fare. Le të flasim tani. Unë jam individ. Nuk jam në grupazhe, nuk bëj pjesë në një lloj lozhi. Burin e gjizori. Unë jam individ. Identiteti grimish është filmi Ore, shikojeni Gjirokastrit. filmin në internet ore, jepni na i lek ore. Se ke parti që i thua njerëzve kot ke paguar ti. E ka para Dale jo. ta shohim që e ke bërë pagesën. Po sa një sanduiç është mos, si e thetë Le tani ai se ka i thot njerëzve shikoj për vetë se ka bler. Po e ke bler ti filmin unë tani po jo unë është po i dorën. Po pse jo hundët? Më duhet. Bravo. Po vë kimi lek bas.
100.000 lek bas, i ke me vete? I ka. Tani që ke paguar të 3 aserit. Po. Sa lek janë? 100.000 lek. Sa lek ka qënë? $3. E ka bërë se po që sot dinte çmimin. Po, re, e ka ç'është paguar, bie. i ka dhënë burr, e ka parë. Ore, Naçja për Gjirokastrën ka dhënë. Ka bën. Çka dhënë? Ka bën, Çka dhënë, mo ai vjen kot këtu, ai ri andea. Po jo, më këtu ai ka rënjët e tia, ka mban mend nuk ti mbase Vjen hap dritaret në shtëpi, ai roset shtëpia. Mbase Atë po dakord. mbase ti nuk e mban mend Naçjen, po unë e kam pas në një lagje edhe më ka thënë dikush që Naçja që i vetmi i tha kur ishim të vegjël i mbante flokët si Beckhami në ato kora. Po i Karfaqe. Ore i bënte kështu, e kupton që në ato vite, e kupton. Po tani s'ka fare. Po. Tani po Kodi kapele Naçja. E pra miqtë dashur, si që premtuam ranë e kaluar, Emini do jetë dhe më gjatë në episodin tonë, në episodet e tjera. Po s'vdiqa. Po s'diqi prap, sigurisht, na bashkua dhe Ruorçela, po ka një heshtje të frikshme. Nuk e di, mos keni bërë një simfoni juve. Ore, kanë bërë një marrëveshje, Në një tjetër i këta thonë? Kanë bërë Po tatën. zotri, të thash unë Me nuk mua bëj çka pjesë bën? e lozheve dhe grupazheve fare, s'mund të bëj simfoni, simfonit i bëni ju. Nëse mo ja e marrun mikrofonin në Emin, Si të duash. si duash. Po të rimo për pamje më shumë. Ore, për mua s'është Të problem. paktën të mbulojen verin këtu na pas. Është mirë këtu të mbulojen verin, se e shoh dot se ojnoj ditë këtu ta pikturoj me që mos e thom atë fjalën. Oha lakra të egra, vi këtu ta pikturoj. Kishim shumë komente për Eminin në YouTube, po i ke parë që thoshnin që duhet aftoni më shpesh atë djalë dhe një nga komentet që më bëri përshtypje është që Emini duhet jetë kryetar bashkie në Gjirokastër. Emin, jepi një përgjigje atij ndjekësit. Po jo, po bëra unë kryetar bashkë me këtë zihen pastaj. Ore, me Ruorçin, se ja Ruorçin kishte dalë dje në mëngjes, edhe thoshte që mu e min Po ku bër Ruorçin kryetar pastaj, ç'të do bëjmë unë. Ja, ka njerëz, pa një autobus me turistë Ruorçin, ka njerëz ta. Në ca grek. Vinë shumë të tjerave ata këtu. Sa thonin në komente atje, vinë bëjnë shurën ikin, po. Jo, se mos fol kot, nuk vinë bëjnë shurën ikin se shurën s'kan ku ta bëjnë. Se banjat publike janë të mbyllura, vend e galua. Të nderuar miq, turist, hello, how are you? If you have any emergency, personal emergency, the public bathroom in Gjirokastra is closed since 5 years ago. If you want to go and to release yourself, you can go at Greystone. You can go at Gallo place. Galip Psino i meri. Gjithashtu, një falenderim shkon edhe për miqtë tanë që na ndjekin në YouTube-i, TikTok-u, Instagrami. Një koment shumë interesant në YouTube, do me thënë që unë nga ky koment kuptova që ndjekësit tanë shohin edhe detajet më të vogla na që. Edhe na kishte bërë një koment homo ju iku Enzo Attini. Unë doa të kthej një përgjigje ja kur Enzo Attini. Edhe sot Enzo Attini ka sjell një dhuratë siç është bërë tashmë tradit për podcastin ton. Nuk e di, ja ti shofi. Hape. Jo më hape ti. Happy birthday to you. Kjo është një dhuratë për Emin Kokalarin na Enzo Attini, mund të hapësh ta shikosh. Po tjetër. I kthej një përgjigje atij ndjekësit që erdhi, u rikthye Enzo Attini. S'kishte ikur ndonjëherë apo jo? S'kishte ikur më. E vendosim këtu. E hapi me kujdes, qa paketimi, më shumë bën paketimi. Siza. Ja, vejtë të shoj një ndjekësit, se për na që e thanë që që Tano Karidi, Gjirokastrës, nuk e di qa thonë për ti tani. Qënë ato plerat atje që s'kanë bjellë këta, nuk si duke në këto Siza o budona. Ua, shiza si, shikoj dhe na përjash amurit. Tani ke pun do me thëti. Po, shiza si duke, më plerat që është i dunja, janë bitur. Faleminderit shumë Enzo Attini, po të gjohë, unë nuk e di në qoftë se dhuratën tamam, në qoftë se do të ishe Siza me kamerë dhe me memory card. I bëjmë i thirrje. Siza smart. Nuk e di se Emini është qytetari digital i Gjirokastrës, është zëri i Gjirokastrës, se jo tek episodi i radhës mund të kesh këto Siza smart. Mbaj unë këto se shumë tani. I ke të thua. Faleminderit. Hapi tëra, hapi. Na që çmendim ke për zotrin tani? Për kë nga zotrin? Për zotrin me syze të zeza, Enzo Attini. Ç'ke me Emini, po Emini gjithmonë fjalë të mira. Jo, po ke gjë vazhdoni se ta kthejmë përgjigje, ç'ke ti? Emini këtu gjithmonë fjalë të mira kemi thënë. Ore, dua të shiko, do të më ndihmosh mua si shok. Përkundrazi. Po do të më ndihmosh si shok. Nuk më bën der duke më thënë gjëra të mira. Dua të këqija që të riparoj veten. Unë me këtë praktik jam kritik. Kritika bën për parim. Të këqi Emini. Nuk flet prap. Problem. Do ta provojmë pak këtë picën. Hapim atë qesen tjetër. Ti hapi mirë këto? Hapet shumë shkati për të. Në që posit ka majtë punë të ndihë.
Ç'na prure këtej? Tani sa erdha? Po ç'na prure? Një dollap. Prure dollapi. Është dollap që e more për në shtëpi apo na ai që do vësh në mes të kaldrëmit të bllokosh rrugën ose të shkruash me shkumës parkim privat. E mora në shtëpi. Ç'është? Kjo është patate që dalë një me vesë s'ko që me rregulla. Ato çitera me këtë. E moje. Zotri, a një pirun të provojnë diçka? Do pirun. Në fund foli. Nuk foli prap me shenja. S'ka problem. Jo, po nuk flet se është këtu për të bërë atë përkthimin për ata që kanë probleme me Po mund të dëgjimin. bëj shenja me dua. Po jo, ka është mimika e trupit, nuk ka problem. Ata po duan ta transkriptojnë vet. Tani andena ju ç'bëhet? Në lagja se s'kam kaluar vajta kohë. Vëshë para ca ditë të bëre ca video. Te lagja tënde o? Jo. Janë dëshishme? Ah, po, që ajo Irani godet Gjirokastrën. Po s'është lagja tënde, o ishte në periferi. Jo, mo t'ishe në plak pardje. Po, urdhro. Mos ishte te lagje këtia. E, kam qenë në plak ishte dal Kanja në Kaldrëm. Te gesti. Isha kishte dal Kanja në Kaldrëm edhe... Ua. Të sokol me zini, po. Po s'je problemi për këta që qenë në Kanja e lartë, që për këta në Kanja e poshtë, se varet poshta, jo e, plus që tani s'ka dhe cilësi marketet, dalin dhe kshu njerëzit, bark. Po vajtën e bërën atë, po prishë Kaldrëmin. E bërën thua, ha? Po, u riparu ajo, po prishën Kaldrëmin. Po si ka mundësi o Ermin tani këta o dha, ti shikojnë që i bëjnë këto gjirat? Shiko të thotë diçka. S'ka njeri fare këtu që të ja mirët me të këto them puna? diçka se jo gjithmonë, shiko, në 80% të rasteve këta janë kromoshilar dhe nuk bëjnë punë kastile, por ndoshta 80% jo. Po personalisht, nga ca kontakte që kam patur unë, të thomi diçka që më tha dikush, ore më tha e di që na njëra anë më bën dhe nder mua, më tha që i konstaton se njerëzit nuk ankohen. Nuk ankohen dhe njerëzit shpeshherë. Nuk ankohen fare mu, jo Po shpeshherë. nuk ankohen, jo. Ose ankohen anonim. Shiko, jo, s'ka lidhje tek mua. Puna është që të kërkojnë të bëjnë kërkesa vete, kuptoni, duket sikur po bëjnë një gjë të madhe. Ajo faktikisht është një detyrim qytetar, se s'është për të prishur punë apo për ta bërë për keq. Kam kullin në shesh, olla, hajde pastroje, kupton, hajde pastro kanalizimet ka që gjë. Se s'është një gjë e madhe. Pastaj e bëre ti 2 herë. Po s'ta bërë, thua, mua dërgoj punëtorët. Edhe është e zgjidhur situata. Po ti dërgon punëtorët? Ti dërgon ai direkt. Ç'a të bëj jo? Po ç'a të bëj mo tha? Ore, ka një zgjidhje. Pos vajtën ka një zgjidhje tjetër që pos vajtën o bëhet një kallëzim penal, për shembull, me e keqja. Po që për gjërat vogla s'ka nevojë se ne jemi qytetar. Emiko Galeri, do një thel picë jo, nuk ka dot se kam pirë. Okej. Gjoj, kur ta marrosh? Kemi këtu kangurin, ke edhe sallat çedar atje shumë fantastike, çela e provoj, besoj përshtypjet më të mira. Miq të dashur, edhe një herë ju falenderojmë gjithëve. Vazhdoni, na ndiqni. Është pak djegse kjo. Është pak spicy, po. Çashi. Të pëlqen, ha? Ore, do ma gjesh çik personin e nigëm sot. Se di, nuk e di. Si e ka hallin apo? Hë? Mos e keni bën gjë ju këtu. Ne, të mbaroj sa, pastaj ja u tregoj unë. Emin, çona thuash diçka tjetër për kishe hedhur diçka para disa ditësh ku diuna për Gjirokastrën. Ke pirun tjetër atje zmë. Se konkretisht. Kishe hedhur diçka ku diun për pazarin e Gjirokastrës. Po, është një problem shumë i madh kjo dhe është serioze kjo faktikisht, thomi të vërtetën. Unë me disa qytetarë të tjerë së bashku kemi bërë dhe një kallëzim penal dhe në SPAK edhe në prokurorin e Gjirokastrës, sepse pazari i Gjirokastrës kontrollohet dhe menaxhohet nëpërmjet 2 dokumentave të cilat janë standard. Njëra është rregulloria e pazarit që është miratuar nga Këshilli Bashkiak dhe tjetra është manuali i arredimit publik, që është një dokumentacion i krijuar dhe i përpiruar nga TIDI. Vajte me kamerë tek ato tabelat, nuk lexuhesh në ato pazar është komplet shkelje flagrante e pa precedent që mund të ndodhë në çdo lloj ambient, në çdo qytet tjetër. Nuk zbatohet fare rregulloja, po kur thon fare. Sot në mëngjes është hapur rruga e Manalatit. Si ka mundsi? Ke marrë vesh? Jo. Është hapur rruga, mund kalojnë njerëzit. Njoftoje. Po çu hap, që tu hapshin vesh ka ditë plas të sqilla budalla. U hap rruga e Manalatit që në nëntor. Vajtën makinat atje punuan një ditë, hoj që prapë se s'kishin naftë, kanë vjedhur naftën. U hap rruga e Manalatit për 4 muaj. Bota kanë mbyllur bizneset atje se s'kan gabien turistat, kanë humbur lek. Që një ditë o hapet e dim, o po. Sot në mëngjes u hap rruga e Manalatit.
E përmendët gjë? Jo, se përmendëm. Bravo, pse? bravo Bashkia Gjirokastër, bravo. Po se Nuk e pa se në dini. te qytetari digital. Jo se di, Këto gjëra e mini nuk ma edhe- merrte mendja thuaj. Tani është bërë një platformë këtu, që do me thënë na paraqitet, ky këtu, sigurisht Zeusi, si amerikanin që ka shpëtimtari, më kupton? Dhe të gjithë i dërgojnë mesazhe. Vë njëri një heku në një pallat, më kupton? Për Bërë me metro. shiko tani. Para ca ditësh e merr njëri në telefon dhe i thotë që më shqetëson ki se ka pula këtu. Më kupton? Po, që vajti ato me kamerë. Po. Edhe kanë hyrë ata kanë kërcënuar. Vetë të nesmen thot kishin të drejtë ata se ata ja i Jo, kishin nuk 800 kam, në jo, shtëpi. këto i thua ti, nuk i thom unë s'kam thënë Më gjë kupton? akoma. Tani Unë akoma s'kam thënë gjë. këtu ka gjykat, ka prokurori. Jo, s'ka, i kanë hequr. Ka polici. I kanë hequr gjykatat ka të tëra. administrative, Po i kanë në ndodh, Tiranë vetëm. Ndodh, duke i folur të tërë njerëzit e minit, më kupton, këtu më shumë duan të bëjnë show. Nuk e kam problem kullin, se ai që ka problem kullin e diç bën. E zgjidh vet. Jo, Po pse besi i s'janë maraj. zgjidhur? Po pse s'janë Besi i zgjidhur? maraj. Qohet lagja, qohet e gjitha, më kupton dhe zgjidhet. U bllokuar rrugë Manalatit, u hap. Tani ti the që U qua gjilagja në Manalat? kaloj, u qua patjetër. Kur s'pam U zgjidh. qua, u qua. U quan shumë banor. E di Rolls. U qua. Ore këto gjëra që thomi neve. Këto që thomi neve. Që ki thotë është mirë, unë thomë është keq, ta zëm çfarë si ka. Jo, Nuk nuk besoj thash- se nuk thot thash- njeri është Jo, mirë jo, fati. Nuk thash është mirë apo është E keq. zë shembull. Unë them, Këta që janë këtu që janë për këto puna, nuk i shikojnë. Jo, këta i shikojnë, po nuk kanë dëshirën e mirë dhe ndoshta kanë strategji për të zbuar gjithë njerëzit. Po atë muhabet e dim dhe Tani, neve, ka se kuaj. ki tha diçka atko, Emini, flet Emini. Shiko, unë e mira është të flisin të gjithë. Por i vetmi ndryshim që kam unë nga ata Po dhe ki vetë flet shumë merë. Ore, nuk Po jo, vetë Ki pushuar. tërbehari jo, dilte me jo. një kamerë, po Dëgjoj, dhe Emini. Nuk më kuptove, E di ma se unë do- kush unë do dal ndryshimi- prave, problemi ka e një di gjë. kush ndryshimi i dikujt që flet me dikujt që nuk flet. Po. Ata që Do më- s'flasin, ata që s'flasin janë në tjetër vend, tek Varezat. Po. Po unë nuk kam vdekur ova që mos flas. Dhe e mira është që njerëzit të fillojnë të flasin pak për veten e tyre, sepse bie pasaj si Walking Dead. I ke parasysh atë filmin? Të vdekurit që ecin. Po. Ma që, Po, se kush nuk, bërë kjo vetë shiko, këtu? nuk kuptove logjikën ti që do të thoja unë. Pse duhet të flasin njerëzit me zërin e Eminit? Po e kanë thënë dhe unë Po këtë se janë të çështje. vaksinuar Po, në Sepse Amerikë, njerëzit akoma. kanë frikë këtu të thonë, Kanë frikë. unë jam Edhe Naçja një herë, Emin. kanë Këta i frikë. thonë anonim, Po, Emin. fali minut mo, kanë frikë. Po, Nga kush kanë frikë? Nga sistemi. nga sistemi. Po kush është sistemi? Fashizmi, Shteti. shteti. Po. Tani, e mendon ti për shembull që në qoftë se ky shteti do që kaq i rrezikshëm apo kaq i frikshëm, nuk e fshinin dot një si punë e Eminit? Jo. Ë? Po pse ta fshin Eminin? Po ata tjerët pasaj që flasin me zërin e Eminit, pse o t'i fshin? Ata nuk të fshin njeri më valla, shko ku Ha. shpita këtu e shqiptarëve në përgjithësi. Ore, unë kam një problem, pse Po. duhet ja hedhe Eminit, unë dhe mos Se ta ke hedhe? djalin e Xhaxhait në punë valla, ke edhe mos ta heqin nga puna. E kuptova. Është Tani, një nga kryesorët. Tani- Ose je vetë në punë, Tani në po je moment- ka që i E paçip sa ti. veri- në e momentin të fshinte edhe një herë, fizikisht, këta të fshin financiarisht, në kaq. momentin që unë kam djalin Xhaxhait në punë, Po. dhe unë zgjedh që mos ta flas vet, po t'ja them Eminit. A nuk do të thotë kjo që mua mirë të më bëhet, të më dali kulli, domethënë. Po e kanë thënë unë more Jo, ke dy shiko. podcast e para. Ha, T'ju dali më të shkeni në Dhuc kanë thënë. Nga Bukur, njëra, ja të bëjnë këtë shiko, anonim. nga Bukur. Po të njëra, meritojnë. bukur. patjetër, dhe Po, unë me të këtë jam meritojnë. dakord. Tani, këta meritojnë këtë. Po. Ka dhe disa të tjerë, një mas tjetër që flasin. Tani, në momentin që unë këtu, siç të thash, ky apo 20 veta apo 50 veta, 100 veta, që 100 kanë veta. derdhur Po. djerës këtu dhe hanë bukë dhe duan ta bëjnë Po. më të mirë Gjirokastrën, mund ta bëjnë më të mirë duke nxirr, duke thënë domethënë që ka problematika, a duhet jenë balas pesh to domethënë se ne duhet themi që ka problematika pafund. Po. Po që siç e moreti me të qeshur, faktikisht pazari që plot atë ditë. Po. Tani se qenë autobusa me grek, se erdhën për të bërë shurën, se pivën një kafe apo 5 kafe, këtë Ore, unë nuk di ta çfarë do të bëj. thënë kjo që je pazari plot atë ditë? Për arsyen Pazari sepse- që erdhi në për arsyen 50 veta sepse- atë ditë atë dyqanet mbyllur, çfarë do Bashkë budallë rregull që. në emision të lutem. Pazari plot. Jo, mba rregull. në Pazari emision. plot pa lidhje. Mba Një rregull se ditë. bën pjetën mua, unë grita ika, unë nuk kam unë. Mos bë budallë që ik. Tani, Iku. ma falni minut. Ik, iku, Ata po, se qenë pëlqen. 70-80 veta, Po, një urban. minimumi marrim që do vizitojnë Kalan. Po. Minimumi. Me 8.000 lekë. Me 4.000 lek, nuk është 8, jo, është 4, nuk është 8. Katër është e dy muzeu. Është 4.000 lek vizita në Kala. 70 veta me 4.000 lek janë 280.000 lek. Janë të ardhura që hynë në qytetin tonë. Jo në qytetin tonë, në shtet. Po pra, në shtet, Lekët i merr shteti. lekët i merr shteti, po nëpërmjet Kalas të Gjirokastrës. Po, po ato lekë mund të vënë. Tani kjo Kala e Gjirokastrës, kjo Kala e Gjirokastrës, që është me vizituara,
nga të gjithë në të gjithë Shqipërinë, pavarësisht se sa e keqe është Shqipëria, pavarësisht se sa probleme ka. Kjo është me statistika mos zotri, Kalaja me vizituar. Po e di më. A vlen që një person që quhet në orën 8 të darkës, më kupton, përveç nxirjes që i bën qytetit, të bëjë një promovim. Po mirë, nuk të vjen hajde, një minutë. Ta vënë vesh logjikën. Të thot hajde dhe vizitojeni këtë Kala. Po nuk të vjen të flasësh kështu për Kalan kur Kalaja ndërkohë i kanë shqier muret nga të tëra anët, është bërë për i bret nga të tëra anët, nuk hedhin pesticide as për fiqt e egër, nuk kanë një perimetër kordon siguria tek muret që vjen fëmijët e njerëzit se i kanë filmuara me dron, nuk kanë bërë 5 tabela të qelbura atje, më tregon ti Kalan mua. Kalaja po të bie këta nuk marrin as i mas për që se bërë kohë. Kalaja i Gjirokastrës po bie, është qier në atë rand, mirë po bie Kalaja, po do vritet edhe ndonjë njeri këtu poshtë, se ato guret që bien në rrugë. Se i kam të filmuara të gjitha një për një, janë bërë zgabrat e murit të futet i tër njeriu brenda. Dhe nuk merr njeri fare masa për këtë. I kam me fakte ai. Venin më përpara çdo vit, zbrisin me litar, i kam me foto. Më kam me fakte. Zjarfiksit, zbrisin me litar, bënin fiqt e egër me pesticide, ushqien muret, kordon siguri e fare, o vdesi njeri. Po kur të vdesi njeri do vjen në burg këta. Këta të vjen në burg sot për të parandaluar në atë të vit dikush ta. Nuk ka në burg as atëherë. Ndriçimin e Kalas, na krau Manalatit se ke fare Kalas duket. Na krau këtë i pazarit e ke copa si dhëm të mi, një po një ndoshta. Ndriçimin e Kalas. Vurën kordonin me LED për vitin e ri kush e disa miliona lekë hodhën s'duke i fare në qyteti. Duhet dile me drona sipër. Iku vitirie i hoqën këto. Topat po prishen, njerëzit bëjnë shurën aty brenda. Qa janë këto gjëra normale fare as janë këto normale. Se më thua tani hamo do me thënë sikur me demencë. Erdi ai pa Kalan e Gjirokastrës. Vjen ai, shikon Kalan e Gjirokastrës. I bën foto koshit të plerave atje, se i shikoj vetë. Ne jemi serioz në punën që bëjmë. I bën foto fiku. Mos mund të bisedojnë këtë mënyrë, domethënë ma vesh të vesh mua këtë. Ja ulu ti foto ulë mua atje. Ai kemi me video ta montoj ai në podcast. Pajt vemi te porte Kalas ai poske kullin atje të bëna njerëzit. Më tregoni Kalani bëjnë foto turistët për të qeshur tadhen me ne, me qytetin, me vlera botërore në tërë botën. Ja kjo është. Tani si ta merr mendja ti? Në qoftë se këto gjëra që thotë zotria, do jenë të vërteta. Po janë. Ato i ke me video me figurë me zë, me video me figurë me zë. Bisedim do të thotë që flas unë flet dhe ti. Po. Se kështu do me thënë një na vesh i këtij, një na vesh i këtij. Kjo, në qoftë se do jenë të gjitha të sakta këto, që thotë zotria. Atere, si ma shpegon ti mua që atë Kala në 8-9 vjetët e fundit vazhdojnë dhe vizitojnë vit për vit dhe numri i vizitorëve rritet në përqindje me 20%. Atere, në qoftë se ajo është shurtore, në qoftë se ajo është e rënuar, në qoftë se ajo është kështu dhe ashtu, atere pse vizitojnë njerëzit? Ja të ta shpjegojmë direkt dhe me një fakt në telefon. Ja, të japun faktin tani. Marketingu, si vjen marketingu? Ja, të japun faktin tani, pse ndodha o që thua ti, pse ndodha jo. Këtu tani, kjo këtu është popullsia botërore e botës. Kjo këtu, se zëjnë merë nga telefoni që ta në gjithë. Kjo këtu është live, do me thënë, kanë lindur sot 352.000 veta pa ka shumë dhe kanë vdekur 166. Pra, çdo ditë rritet popullsia me rreth 200.000 veta. Tani, vajtëm në 8 miliard. Vajtëm në 8 miliard njerëz dhe Kalaja do vizitohet sepse është e promovuar dhe është një perlat e botës, jo vetëm të Ballkanit. Por që ta lënë në këtë gjendje kështu, kjo është e turpshme fare. Normalisht do vizitohet gjithmonë, edhe pora do vizitohet, se do vizitojnë gërmadhat. Po ne e kemi. Po ta kishte Greku këtë Kala, tani natën atje do duket sikur që 12 ditës ora me ndriçim. Zekatët, angonatët duhet të ishin dritë. Se ajo është fytyra e Gjirokastrës, përse vjen tjetri këtu? Ne kemi turizëm kulturor, më valla. Ndriço angonatët, vë ndriçues angonatëve. Ç'është që më bëni shkuma parti mua këtu upci dupci kot pa lidhje. Vë tabela në rrugë, vë tabelat që tregojnë historinë e pazarit tek Mania, tek rrugë e Zejtarëve atje, duhet të ipesh me shkallë ti lexor se kanë tënda ata që s'lejojnë fare tëndat. Ja kjo është. Tani flas mua. Do të thonë bërë topin. E kanë thënë tjetër, do ta thon prap tani dhe duajnë përgjigje nga ti. Këta këtu bëjnë ca festivale këtu, të sheshja, qik më lata, qik më por s'ka rëndësi. Që kush e di sa lek hipen për ato festivale? Apo e kam gabim? Po, mo. Po. Edhe shumica e njerëzve që ven, as këta vetë që bëjnë atë nuk ven. Edhe këta vetë nuk ven, që organizojnë. Blidhen 30 veta. Edhe hipen atje, unë thëmë një shumë kot 5 milion lek të vjetra.
Që festa bëjnë këta, mo festa që bëjnë shurën njerëzit në bashki, se Tani, bëjnë 2 toalete ato 5 plastike milion atje. lekë, nuk është më mirë se kot që i bëjnë, se nuk bëjnë as vetë. Ti marrin këta njerëz, t'u japin edhe ai gotë këtë harart në një lokal. Ure unë të thonë bëjnë shurën në bashki, se as toalete ose ti lëmë në t'i bëjnë rrugë më mirë, vëlla. Këto festivale janë të kota që i bëjnë, se nuk ka më njerëz për këto këtu. Shikojmë videot e fundit, nuk ka njerëz fare. Logjika ime ishte komplet ndryshe nga kjo që po flet ti. Unë nuk pretendova që këtu është parajsa. Unë pretendova që këtu ka qindra, mira dhe miliona probleme. Po si e mendon ti zgjidhjen e problemeve? Duke u quar ki në orën 8, duke u mbushur Po na mua e pret zgjidhjen ti, mo jenë Terezit e kokës ti, unë bëj aq sa mundem. Të lutem, po ka mundësi. Më kanë ndërprer shumë herë. Ure mos u merr me mua, mo fol në përsi për mua beti. Mos e ndërpret. Po jo ki flet për mua kot pa lidhje pjet atë. Si do zgjidhje? Ç'lidhje ka i me mua? Unë bëj një gjë që s'ka patur njeri këtu deri më sot, ta bëj dhe makar të vinë që të shpëtoj dhe unë të iki fajna kjo që bëj. Se dhe unë harxoj kohë, bëj armiq, harxoj lek, asnjë përfitim nuk kam, vetëm stresoj veten. Me 15 vjet që merrem me këtë punë, kush e di ku do isha. Merrem unë me gjysmën e budallënjve të këtij qyteti, që nuk punojnë për veten e tyre, për fëmijët nëse vdek, kopshet pa ngroje pa gjë, më tregoni ju mua. Kot pa lidhje. X flas se ma caru atë. Ky është Emin Kokalari. Të bëj një pyetje. Kjo gjuhë e përdorur për shembull, që ti thua gjysmën e qytetit merrem me gjysmën e budallënjve, kur nuk të ka vënë njeri të merresh. Pse biresh? Se do me thënë, shiko, unë di tani që këtu ka të zgjedhur. Më kupton? I që i kemi votuar neve vetë. Po prit pak mo. Ka të zgjedhur dhe unë di që ligji demokracisë funksionon kështu, që shumica vendos dhe për pakicën. Patjetër. Tani mos ndoshta do me thënë, ky është pakicë, më kupton, dhe nga fakti që nuk e mbështesin, më kupton, që ta bëjnë shumicë, se tani në djenin time, ti zotris për shembull, që ankohet shumë për shërbimet bazike në qytet, i kanë ofruar për shembull që të bëhet drejtori komunales. Po. Pse s'ka vajtur? Se ka marrë përsipër. Po nuk jam specialist muti unë. Mos i pa bitha dukur të Jo thonë jam me specialist muti unë. Të hapin vendin vakat aty të hadhin te hap pa atë. Shiko kësimi përgjigjes. Nuk jam specialist muti. Për ajtin. Komunalia, zotri, se ky e fillon me ofendim. Po nuk kam bërë shkollë për atë gjë. Komunalia nuk merret me muti. Po ja, prandaj vjen punën këtu misibet sepse vjen njerëz të paftë në punën që kërkojnë. S'kam lidhje me atë. Të hapin vendin e Komunalia nuk merret. Komunalia nuk merret vetëm me mutin. Komunalia merret me një sër faktorësh. Ore, mos na i bë sikur çoç na thua tani kot pa lidhje. Unë vetë të vendi që më takojnë që kanë bërë universitetin e Qerem Çabej, specialist IT, të hedhin vendin e punës te Akpa dhe mos më hedhin mua në Facebook, dërgoni ju CV tek ne, se e kanë detyrim ligjor dhe janë në shkelje të plot me ligjin. Unë as drejtori usjacis vetë do tun, as elektrikus vetë do se s'dimova. Unë di ti bie kompjuterave. Të bëj tenderin po ju duhet të shërbim, të bëj rjetin elektronik, të bëj punën që më takon. Të hapim vendin e po si kreva bilan nga brenda të shikosh. Ika ta i fare, unë se kam punë. Ika. Ika, unë kam punë. Ka që kisha podcastin për sot. Ishte Emin Kokalari. Po acarova. Nuk duroj do të moj. Do dhëm shpirti për këtë qytet se ka histori që nuk e ka vend tjetër. Si tha atëre Spatagela, e more super, e more super. Para se të iki, një të shkurtër fare dhe ika. Nothing else matters. Asgjë më nuk ka rëndësi. Emin Kokalari miq. Bluja me se. Ti një mirë. Ska që nga troj që nga. Faleminderit zoti Kokalari. Është e teli para akoma. Çela mund të komentosh aty. Ngatroj çik notat. Mëna që na bërin çik lëmsh zoti Kokalari. Ai ka të drejtë më në ca gjëra tani, nuk është. Jo, nuk them që nuk ka të drejtë, po aman Gjirokastra, shiko, nuk duhet ti thuash vetëm është keq ka këtë, duhet të themi edhe gjërat e mira, ti jemi çik me këmbë në tokë, si thon asaj. Është qytet i bukur. Po hajde të fillojmë. Është qytet i bukur, është qytet i bukur dhe është qytet që ka potencial për turizëm vit pas viti, siç e tha dhe Ruorsi, numri vizitorëve është duke u rritur. Jo vetëm për Galan, po edhe për qytetin e Gjirokastrës. Tani unë dua
që të bëj mirupafshim Gogalari, dua të bëj çik si thua në thonjza avokatin e djallit. Mos e mbi tini, o tini. Lere pak hap. Mos e mbi se vdi që fare. Mos I bëni opozitës. Sepse deri tani e nxivën fare Gjirokastër, ç'nuk kemi thënë, ç'nuk kemi bërë. Por të flasim edhe për kulturën, për mikpritin Gjirokastrite, për guzhinën Gjirokastrite, për kulinarin Gjirokastrite. Më the para se të vije që erdhe nga Isha në Sarand, mo dje, po, ha? Bravo, nga Greku ishte në Sarand. Më fol pak për eksperiencën tënde që kalove tek një lokal. Si Po, tek restorant Labi, olla. Te Labi. Në Kardhiq. Shumë Shumë mirë si të duk, të pëlqeu? Mish të pjekur njëra, se ne më shumë frekuentojmë këto në fakt. Dropullin këtë, ha? Po. Po tani që vajtë më ndaj ere par, kënë bajtë në ca më të tira ndaj, ishte goxha mirë, olla, dhe lirë. Me sa di unë tani është hapur ai. Po se di, nuk e di, unë ere pare, pashe vajtë andalova, bam. Si të duk gatimi njëra tjetra, çdo gjë. Ëndra mish të pjekur nga atyra, salatra, patate, gjëra. Unë gopa kënaqja dhe shumë lirë. Gjëra po, edhe po, pikërisht edhe për shpime duhet të se shumë veta thonë që Gjirokastra e shtrojnë, Gjirokastra ashtu, Gjirokastra kështu. Po atje s'është Gjirokastër. Është çik më larg. Do me thënë është në të dalë të Gjirokastrës, në Kardhiq. Te ure Kardhiq. Çik thesh për Sarand. Do me thënë ishte një vend që ja vlen të shkosh, ja vlen. Shumë i mirë. Bravo. Flasim për kulinarin, për kështu. Vim në Gjirokastër, kemi tërë këto muze, tërë këto shtëpi të vjetra, si shtëpi e Zekateve, si shtëpi e Skëndulatëve, si muzeu etnografik, Po si shtëpi e Ruolçit. Shtëpi e Ruolçit që është mund të qenë muze. Po, që është një nga shtëpitë më të vjetra në Gjirokastër. Tani, të tëra këto nuk përbëjnë një anë të mirë të Gjirokastrës për ata vizitorë që vinë ta vizitojnë, e kupton? Po përbëjnë më shumë anë, po e kemi thënë edhe tjetër që e keqja e më e madhe është se njerëzit nuk kanë lek të mirëmbajnë, po nuk I mirëmbajnë dot, më janë shtëpi të mëdha shumë, janë hapa ne mulla. E kupton? Po si është zgjidhja për këto mirëmbajtjen? Po duhet të ndihmojë shteti, e kemi thënë këtë. Duhet të ndihmojë shteti. Sepse një Tani çati të tëra bashkë nuk I bën dot dhe shteti më po. një çati vete X milion lekë. Po, me të bëj një pyetje. Në Janin ku punon ti? Hotel është? Hotel. Bukur. Gjirokastrën para 10 vjetësh e mban mend? Si se mbaj mend? Sa hotele kishte? Para 10 vetëve jam me maksimumi 10. Maksimumi. Maksimumi 10. Sa ka sot bujtina dhe hotele e di? Po mund të ketë një 300-400, nuk e di tamam. Vetëm në platformë Janë 500 e ca. janë regjistruar 435 Po. në platformë. Tani, kur para 10 vjetësh ka qenë zero, po themi, domethënë në krahasim me sot, do të thotë që turizmi ka ardhur në rritje apo ka ardhur në ulje? Në rritje mo. Në rritje, se ai ka me foto domethënë, unë I kam me fakte. Po, me fakte. Ashtu, në I kemi momentin thënë këto gjëra. në momentin që turizmi ka ardhur me rritje. Ky qytet ka qenë I projektuar për të mirëpritur kaq shumë njerëz apo ka qenë I projektuar për të jetuar vendasit e lokalët? Ka qenë për vendasit e lokalët. Tani, në momentin që vendasit e lokalët e abandonojnë, ikin, ka shtëpi shumë të bukura, ka shtëpi që nuk mirëmbahen, po ka dhe njerëz që nuk I mirëmbajnë shtëpitë e tyre, për arsye për shembull se ti je me Gjagjajn, po themi, me Dajon, Problemet me e Gjirokastrës, po. je veti 10. Më kupton dhe shteti tani nuk mund të investojë dot te ty. Tani, se duke sikur po bëj avokatin mbrojtës të shtetit unë apo të institucioneve këtu. Ideja ime është kjo. Jemi të gjithë dakord, edhe unë jam dakord me ju që këtu ka problematika të pafundme. Po ti marrësh tek e tek dhe një për një, këto hotele që kanë ardhur dhe po vinë në rritje, që po hapen dita ditës, do të thotë që kanë punë, se ekonomia e tregut të tregon që në qoftë se ti hap një pizzeri, më kupton, dhe shet 4 pica ti e mbyll pizzerin. Fakti që ti e mban hapur dhe shto edhe një tjetër, do të thotë që ka për të gjithë. Po. Pra, ajo që e dëmton, Ka dhe ka shumë punë. ajo që e dëmton Gjirokastrën është puna që bëhet individuale dhe jo në grup. Po. Ky zotria që këtu mund të bëj çuditëra, domethënë. Se ky zot domethënë që bëj unë dhe s'ka njeri. Po në fund të ditës, unë nuk kam dëgjuar ndonjë problem madhor. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjë të zotrin, për shembull, që të flasë dhe të thotë që duhen bërë rrugët me një sens urgjentisht.
për arsyeën sepse është shtuar qarkullimi mjeteve dhe Gjirokastra ka Gjeruka dhe duhet të hyjnë nga një dalje, nga një hyrje dhe duhet dalin nga një dalje. Po, kjo është e Që vërtetë. janë dhe njerëz nuk ka. Dhe ata që kanë mbetur si njerëz që vënë punojnë në komunale apo mos e të thash, më kupton? Vend dhe punojnë me përbuzjen që jep ky zotria i këtu, domethënë se thot komunalja specialist i mundit. Komunalja është linjë numër 1, siç është ujësjellsi që të vjen uji në shtëpi, komunalja të heq pa pastërtit nga shtëpia. Mbetjet. Po. Më kupton dhe po të bëhet një sistem, po të bëhet një projekt, po këtu duhet hapi njerëzit. Tani që bëhet? Njerëz ne nuk kemi, se s'punon njëri për 400.000 lekë. Po. Duan drejtor të tërë. Më kupton? Pra, ti do dhe pa shkollë të jesh, do dhe i pa aftë të jesh, më kupton? Po do dhe rogën rogë. Këtu është problem për shembull për të gjetur staf punëtorësh, me njerëzit që kam unë miq dhe shokët të gjithë, domethënë kanë problem për staf. Të gjithë kanë problem për parking, të gjithë kanë problem për rrugën me një sens, po ç'bëjnë? Në vend që të mblidhen të gjithë bashkë dhe të bien në një konsensus të përbashkët se si do bëhet qarkullimi i mjeteve, mjafton që ata të sigurojnë një çfarëvendi për hotelin e tyre, apo për restorantin e tyre, apo për suvenirin e tyre. Ka të tjerë që duan pedonale, më kupton? E duan pedonale, po e marrin makinën domethënë nga shtëpia për 300 metra rrugë. Ka të tjerë që parkojnë makina domethënë dhe i parkojnë makina treshte të zënë 3 vende, më kupton? E parkojnë kështu skiç. Po. Që domethënë të heqë ai, të vëj ai tjetri. Dhe tani ç'do bësh? Në këtë 4 orë për të mbijetuar, ti mund të kesh mendimin ndryshe, po do bësh dhe ti si ata. Po, se s'ke mënyrë tjetër. Ose do zgjedhësh, ti luftosh, më kupton, po ka dhe një lloj si lufte Trumpit me Iranin, domethënë. Pavarësisht se Amerika për shembull sot si shton ta mund ta shuaj Iranin brenda ditës. Po se shuaj ti dot. Fakti është që nuk po e shuan dot. Për arsyeën sepse në momentin që ti zgjedh që të përshtatesh me shumicën apo me pakicën, do mbash dhe vendin që takon. Tani ki thot pulat e atia, thot rosat e këtia. Këto probleme ka komuniteti, pulat e rosat? Jo, komuniteti ka probleme si duhet e shtëpi. Pastaja gjitonërirat, se këtu në Gjirokastër është problemi i madh me gjitonërirat, po kupton? Këto për shembull nuk shikon gjiton që të bëhen me njëri tjetër, më të flasë siç kena ato kohë. S'kamo, jo, nuk ka. Se gjiton me thënë do ta shuaj atë kohën e Enverit, më kupton, që ke fare kohë shumë e keqe, më kupton, po të paktën njerëzit janë fukarenja atëherë dhe bënin me njëri tjetër. Po. Tani me njëri tjetër nuk bën më, kupton? Tani sa tani në rrugë thon shi, më kupton? Pa, të erdhi, ta hodhi domethënë si lurën mbrapa shoku kape. Kështu që ajo që unë dua të them, nuk dua të them që ai nuk ka të drejtë, më kupton? Por këtë rolin domethënë bëni si them unë, e mos bëni si bëj unë nuk e pranoj dot. Sepse në qoftë se ai ka të drejtë, do të vaksinoj 100 për shembull, më kupton? Hajde të ngrihemi të gjejmë mënyrë. Do të gjej ai kush i helmon 100 për shembull, se tani ti s'mund të thuash helmon 100, se këtu ka dhe njerëz në rrugë që janë helme. Patjetër ka sa duash. Mund të helmoj bashkia, po mund të helmojnë dhe njerëzit në rrugë. Patjetër. Nga momenti ti se provon dot, më kupton, nuk mund të flasë orë minutë. Tani ka mbeturina këtu, ka mbeturina atje. Ai është nga të parët për shembull, që lëshon mbeturinat. Më kupton dhe thot. Torinat të bashkisë. Dhe thot, dhe thot të vinë të më vënë mua gjobë. Më kupton? Tani neve nuk jemi në atë pikë, domethënë, sepse e dim se sa është kapaciteti tonë. Duke ditur sa është kapaciteti tonë, ne do përpiqemi domethënë të sensibilizojmë. Tani, duke thënë që ky qytet ka plera, duke thënë që ky qytet s'ka rrugë, duke thënë që ky qytet s'ka shërbim, duke thënë që ky qytet ka çmime të larta, qyteti, nëse vazhdon me këtë lloj propagande, do vej në rënje apo në ngritje. Domethënë ti po mos ishe këtej, mos e njeh Gjirokastrën. Po themi meteorën, që ke aty afër në Janin, që është vend turistik. Po të dëgjoj aty ditë për ditë në portale që në meteora bëhet kjo dhe bëhet ajo, do ta zgjidhni aty ta vizitojë? Do të jap një shembull për meteorën vëlla. Jo. Do të jap një shembull. Po të thënë një përgjigje Po të them një përgjigje, po të jap një shembull. Po. Isha në meteora para një muaji me gruan. Mbajtëm lart te manastiri, atje shyrja 5 euro. Që të ish brenda në zonë manastiri janë 7 manastire. Është 5 euro, me 7, sa i vetë llogaria. 5 euro. Tani ata për grekët e kanë pa lekë valla. Për vandalin, Për grekët e. ata që jetojnë aty po. Pa lekë. Kur e këtu është me lekë. Ore, nuk më kuptove, Po prapë. kuptova, unë të dash një shembull. Jo, po ky është shembull tjetër. Pyetja ime që në qoftë se ti Do të lidhet me njëra tjetrën. Po sa vetë shikojnë këtë mulet anzi. kë. Po e minimum sa vetë shikojnë. Po Po mirë, ata që po të shikojnë. dish algoritmat e Facebookut për shembull, ai ka diku te 15000 ndjeksa.
Përkthyer kjo do me thënë që sikur një postim ai të marri 100.000 shikime, më kupton? Atë e shikon po themi gjithë Shqipëria brenda 3 ditëve. Po. Një postim të tillë. Tani ke parë di mos do të rikë dëgjuar ndonjëherë ose ke parë ndonjërin më kupton që të thotë Korçja kështu apo Berati kështu apo Saranda kështu apo s'ke parë. Vetëm këtu është ki me celeja, vetëm. Jo, nuk më kuptove. Ky bën shumë mirë dhe do bënte shumë mirë në momentin që do merrej deri atje ku i takonte. Por aq sa është fajtor institucionet, më kupton? Aq janë fajtor dhe njerëzit. Për arsyeën sepse të thash edhe një herë. E kemi thënë njerëzit, e kemi thënë neve i edhim. Më kupton? Jo, nuk i edhim neve, se Njerëzit njerëzit. Po neve i nuk hedh një thomi. masë, më fal, i hedh një Thonë masë neve, të thomi caktuar njerëzit. njerëzish. Po pra, kjo masa qelb dhe masën tjetër, më kupton? Dhe kështu vetë ke muhabet. Po më fal një minutë të bëj një pyetje. Ke parë në ditët e fundit një pastim të këtij që të thotë që nafta vajti me 2.200 lekë, si do bëjmë? Po s'ka makinë fare. Që duhet nafta? Pra dali se mund të shpragoj brenda. Çka mund? E ke parë në një moment ja ta thotë këtë gjë? Se ke parë. Apo urit domatja, urit fasulja. E ke parë në një herë ti atë që të vëj në problematikë që këtu ka një rini që po degradon dita ditës 3 ose 4 emisione investigative. Piranja të stopi më se të thash. Tani, veç ta ofaqja jeta e shtjef, unë i kam të provuara, më kupton? Që dhe ata, që janë ndërmarrje të mëdhaja dhe punë me gazetar, e seleksionojnë informacionin, sepse diku nuk duan ta transmetojnë, diku vën gjobën, diku mbushin programin, më kupton? Po. Ndërsa ti, Zotria. që je kaq e dashamirës me popullin, unë të falenderoj do me thënë që je kaq dashamirës me popullin, po problemi është që ngri dhe ato problemet më kupton ku zvete dot. Se s'është problem rosa dhe pula. Problemi janë sa embra të paprekshëm, më kupton? Që ti si thua dot. Tani na momente që si thua dot ato emrat. Lere atë të rosave atje të. Do zihet me gjetonin ai 2-3 ditë, më kupton? Do vjen ata dhe Do ta qetësohet. Tani do ta heqim Eminin nga tema? Jo, Po, jo, kjo ma nuk nuk- është temë për Eminin, kjo është temë për qytetin, se e kupton gabim zemra. Emini Unë e marr si referencë Eminin për të folur për qytetin dhe për të shpjeguar ti domethënë që je bër i famshëm dhe i njohur këtu për shkak të batutave të tua, më kupton, që dhe ata që vinë me dollape Me edhe stroma. stroma dhe i Greku. bie na greku, më kupton, nuk i bie na qefi, bie na halli. Pse? Se neve domethënë kemi dalë nga një sistem komunist, kemi ikur ashtu emigrantë të tërë domethënë, gëzuan bërën 5 lekë, po ka dhe njerëz që se kanë parë me sy lekun dhe kur u hipën një leku madh, më kupton, çmenden ata vinë me range. Çmund më shumë dinga janë nga këtu. Ke spitalin po jam dakord. Po, kryesorja. Ke po jam dakord. Tani këta mjekët janë shpërndarë në përbot. Dhe këta të tërë që domethënë ikin lart e poshtë. Janë njerëz të prodhuar nga Shqipëria. Pse ikin? Janë më të pafuqishëm nga 4 apo 5 veta, se po e prishin 4 apo 5 veta e prishin Shqipërinë. Njerëz janë të tërë. Këta ka që ofrondi. Autobusin. Se ato autobusat këtu nuk i bie i huaj, i bie në agjenci shqiptare. Po agjenci shqiptare nuk ta promovojnë Gjirokastën ti po të dëgjojnë domethënë plera na mjezin ndarë nga atia. Më kupton, vinë ato kujtat këtu, lën ato 10 lekë edhe tani u drofol. Ç'të flasin? Na Që o fikë. Jo, shiko, këto janë problematika që dashur pa dashur duhen thënë çfarë është e vërteta, po dhe të shpresojmë që do të zgjidhen në të ardhmen, po unë dua që të ngacmojnë që kënaqen tani me këto, se u bë virale ajo. I ke parë ta nga Greku. Vinë me stroma, me divane, me lavatriçe, po Po çfarë menin ata me vetë? vazhdojnë, vinë akoma me frigorifera nga Greku na që Po vinë olla, vinë. vinë. Vinë se shikojnë video që edhin olla atje. Ua. Te ka i zërin, mbi zë. Po miro, këtu s'kan ku ti marrin këto Po si s'kam ato vend poshtë atje tek Palati Sportit. Ku te pa sportit? Po si të vetë në pallatin sportit? Te goteku olla. Për badh karamele. Po çka ka atje? Po nga tëra nga ato soba lavatriçe gjëra. Friteza njërin Të tëra, të tëra. Po. Atje po. vajta mora ca gjëra unë për shpi këtu. Po, nuk i sote nga Greku. Si soda ande ajo. Soda dhe nga Greku ca gjëra. Po, shumica Soda do që kisha thuaj, po vajta mora dhe atje.
Edhe atje kemi frigorifera, lavatrice, të tëra këto që theti zoti. Kështu që skep se të vish na greku. Hajde këtu, kush do frigorifera, lavatrice, soba, njërën tjetrën, i Po kemi mirë ti që na qëllit tani, pse elmazit tënë për shembull në shtëpi. I hedh poshtë gjërat. Plakatime për shembull nuk të lë të hedhësh dollapin e dizetës poshtë. Ju falenderojmë Gotek, edhe njerë, kush ka dëshirë që mos të bëj si ato që thonin më përpara që thonin vendnaqen që ke partë nga greku, i keni këtu në Gjirokastër, përballë Karamel Cafe Lounge te Pati Sportit, mund ta vizitoni. Dua të falenderojmë edhe përveç Gotekut kemi dhe Fura restorant në pazar. Antigonea 2000, Enzo Attini, brandi numër 1 në Shqipëri, tashmë dhe sponsor në Big Brother, që Big Brotherin e ndjekin na greku, na italiani nga nuk e ndjekin. Një palme numër për mua. Një palme numër për mua. Do t'i thebut. Gjithashtu, Do i thiri Enzo Atinit për një palë syza me numër për gol. do t'i thebut. Se ati ja dha ati, më kupton, a i natën del. Po. Ai çu do Se jojnë, a i natën del, Që do do të si nga zë, të siza. Gjithashtu Po ma të mu që vetë të dëmë, më kupton? falenderojmë edhe Tanin, Seldianin dhe Martinin për këto pijet, koktelet. Tani, Seldiani dhe Martinin, miq tan të vjetër, që nga episodi i parë E shkoper, bira apo s'pima alkohol. është Budweiseri, kemi dhe Vazhdon, Wolf, koktelet, Vajta, nuk 0-0, ha? 0-0. kemi dhe kafen, Frank Coffee, cappuccino pistachio, Ore, mbarove me këto. Si do duke situata si vjetë? Unë thash ove i mirë. Se ti e qikë më brënda turizmit. Unë shof lëvizje. Ka lëvizje. Tani, Për muajin që është, për muajin mars. Po, edhe po të ketë këtu do më thënë të thuhet jo. Pa tjetër, i kemi thënë atë, e. Keqë, gropë. S'kemi punë, Po që lufta problem është. do bëj punë e saj. Po do bëj punën e saj se ne kemi këtu që ta kuptosh domethënë të strehuar rreth 3000 ca E di, muaqedinët. që janë në Tiranë. Ja ata janë domethënë opozita e Iranit. Se që bërën ata, se që gatruan para ca kohësh tani. Sa janë ata ne jemi të tërë, më kupton. Edhe si dihet muhabetit mo. Ose në verë në shkara si thua? Ka kismet Perëndia do ndodhi. Po. Më kupton, nuk kemi që bëjmë asaj. Neve duhet domethënë që Po tha që Trump ju të ndaloj luftën, nuk ko miret më tha. ore, sot tani Sot pas Sot gjysmore. pas gjysmore, më Pa kupton. tjetër. Skaj. Se Trumpi për shembull tha që dua Gronlandën, po s'u dëgjua më si muhabet. Ose kene bisedime me këta dhe vajtira. Trumpi është jemi tutjeni, nuk flasim dot për ato gjëra. Po. Ne domethënë duhet të flasim për ato që tha ki, domethënë sa e mirë është ajo pica me sallatën, duhet të përshëndesim tani Toron dhe Seldianin, më kupton, që fut kafe këtu që pinë njerëzit, se që nuk vjen nga greku domethënë. Më kupton se vjen me kafe në Janin. Duhet të falenderojmë ata që bëjnë biznes këtu dhe prodhojnë dhe importojnë për ta sjellë te klienti, më kupton? Edhe punësojnë. Edhe punësojnë, hapim ende pune. Por Siria emergjente dhe urgjente është kthimi i rrugëve me një sens. Se kjo i pengon të tërë në qytetin e Gjirokastër. Dhe do fillojë një vuajtje e madhe në qoftë se do ketë turizëm. Sepse në qoftë se do t'i bjeri Trumpi apo jo, Iranit këtë ne nuk e kemi në dorë. Po që të kalojnë me makinë, domethënë, këtë duhet të kalojnë se do. Që kalaja të bëhet me një sens, këtë e kemi në dorë thuaj. Por e se stresi në fillim mo. Imagjinoje vetën zgjohën a gjumit, dil nga shtëpia, më kupton, vetën të mbarosh një punë, shikon katër makina, shikon dhe turistin që bën gaz presion, shete atë që del ja bën kështu help, më kupton? E kupton që nuk do të kalosh dot për gjysmëmoret e ardhshme, më kupton? Dhe bënoi këngë në makinë. Dorës i kënë këmbë. Edhe frenat e dorës. Prandaj këto janë gjëra domethënë elementare. Ndërsa për Iranin. Po pse nuk bëhen Orwalls? Si? Pse nuk bëhen? E mendon ti, e ka menduar unë, po e ka menduar janë X. prekje interesash, më shikosh ndodh. Sepse për shembull, do bëhet po themi një gjitje ta marrim nga Palortoja, Po. ka 5 veta në Palorto apo 10 veta që thonë që Nuk i leverdis. po pse ti bija ashtu unë, se do harxoj më shumë naftë për shembull. Ndërkohë që ai se kupton që do rigjesë në trafik. Ka 10 veta atje në Varroshi që thotë jo pse do zbresin vetëm këtë. Më kupton? Sepse e lidhin interesin primar të komunitetit, e lidhin me interesin personal. Po. Kupton? Dhe interesi personal është normal që ku më bëhet mua më mirë. Por në fund të ditës, atje ku më bëhet mua më mirë, mund t'ju bëhet 4 vetave më keq.
Kështu që do thotë që unë do lëshoj nga vetja ime, që të përfitojnë ata 4 veta, që unë mos kem problem me ata 4 veta nesër. Se në të kundër çdo ndodhi. Më kupton? Do dalin ata që thotë kime, dollape me qilima, me tapete, më kupton, me kona, me mëzeta thash. Vendi zën. Edhe pastaj pse s'më marrësha bashkia, po dhe bashkia 10 policë ka. Ku o vjen më përpara? Më kupton? Po dhe ata 10 policë jetojnë këtu në qytet, janë njerëz të njohur. I njohemi, kemi shok. Çdo të thotë ai, më kupton? Po siç po abeti mos, puna është punë, po çdo të thotë. Po të thotë hiqe dhe ai vetë kupton që ti s'ke ku ta vësh, më kupton? Po dhe ti e kupton që ai është në punë dhe zoti prishësh punën atij. Ai madhi për shembull më kupton që ka dhënë urdhrin apo që ka thënë atë që të jetë qyteti bosh, mbase nuk e kupton se ç'bëhet fare domethënë. Më kupton edhe janë gjërat që vjen e vinë. Edhe një herë faleminderit Gotek, markat më të mira ndërkombëtare i gjeni me super ulje vetëm te Gotek Electronics. Vizitoni website-in www.gotek.al ose kontaktoni numrin e telefonit 068 60 54 398. Nxito, dhe zgjidh më të mirën në Gotek, super marka, super çmime. Mos hajdeni na greku me lavatriçe, frigorifera, friteza, ku diun, hajdeni te Goteku. Ikni atje dhe po tek Nga vjen emri Gotek? Gotek, Teknologji domethënë? ndoshta. diçka e tillë po. Gotek, jemi dhe njerë naqe tek bulevardit Meshtatatori përballë Karamelit, tek Ja pallati i sportit në sportit do të bëhet sport. bëftë mirë. Pallati i sportit më bëftë mirë. Faleminderit Gotek. Gjithashtu përshëndesim edhe një herë Kangurin, që na solli këto ushqimet shumë të mira. Super të mira. Falenderojmë edhe birën Budweiser, këto koktelet Seldianin, Tanin dhe Martinin, Fura Restaurant, gjithashtu dhe Antigonea 2000. Edhe kafen, më ja ku e kemi kafen Frank. Franco, po se të përmendë kafe. Edhe Telabi Restaurant. Shumë faleminderit miq. Shpresoj që të keni ngelur Edhe te fura thuaj, menuja si Bibël, më kupton? thamu e Gjena në atë. Shpresoj që të keni ngelur të kënaqur nga ky episodi sotëm. Gjithsesi neve kështu e kemi, thomi dhe të mirat edhe të ligat. E kemi thënë, dhe të mira dhe të këqija. Apo jo. Jo, thoni vetëm të këqija, të mirat më gjeni mua. Sot erdhi Ruolsi, tha disa të mira, po do ta kemi prap. Ruolsin e minin, pse jo dhe naqen. Haroj gotën ai aty. Ai haroj trurin mo. Fidoj. Si dha harova pianon dha. Na që 2 fjalë para se ta mbyllim. Nuk e di. Po sezon të mbarova të kem këtu njerëzit të të në përgjithësi. Gjëra të vënë mirë, inshallah, larg nga këto luftra nga këto gjëra. Se na ka mbitur një Se han buko të tërë, han buko, jo mo jo, do ketë punë e thamë dhe në radhën e parë, do ketë punë këtë vit prape. Shumë veta i shkon pesimist, ku diu. Do ketë punë në Gjirokastër, do ketë punë prape. Do filloj domethënë. Do ketë punë, do han buk njerëzit tu, se ore njerëzit këtu me këtë gjë jetojnë. Po mbaroi turizmi, ikën mbaruan, është problemi i madh fare, ç'o bëhet këtu pastaj. Shko se po ta shikosh ishte në fillim 3 muaj, 4 muaj, tani ka vajtur 6-7 muaj turizmi këtu. E Po kupton? 6-7 muaj nuk ka vajtur po. Jo, ka Le vajtur, të janë ka dhe vajtur. 4 muaj Po të janë të mira thuaj. të mira vëlla, ç'un si ka. Në Gjirokastër. Po të janë 4 muaj të mira, mirë janë prape. Jetojnë njerëzit, se njerëzit han buk duan këtu, nuk duan të bëjnë të pasur. Tamam. Se tani shumica dhoma kanë, na një dhomë, na 2 dhoma në shpira, nuk duan nuk kanë të hotele, jo. Po. Po Dhe ata me hotele të kenë punë të tërë të kenë, se ata shokët tani. hotelet normale kanë grupet, kanë të tërë shokët kurse ai tanë. me 2 dhoma si merr të grupin. Kjo lloj strategji janë shokët tanë. Po shokët tanë mo i njohim, Po valla. dhe po mos janë shokët tanë dhe mos të njohim. Po ç'o ti thomi ne, nuk ti urojmë të keqen Kush njerëz. bën hizmetin e punës, Po, mo. do ketë punë, nuk diskutohet. Po ja trurit Trumpit e lëshojnë një balistike. Po mos e lëshon Irani, mo, pa Trumpi nuk e lëshon këtu. Ato janë Gjithashtu miq, dua të falenderoj edhe Toni Simion për këtë laptopin e mrekullueshëm që na solli, që bën ato reelsat edhe montimi i podcastit. Na i ka lehtësuar punën Toni shumë. Punon apo? Ore është figur Sa i fare. zemri ku. Është figur. Veç Tonit falenderit edhe Kledi Shenës, shumë shpejt në Gjirokastër do shikoni diçka të re. Por që do t'ja ulëm surprizë. kjo mos duan e Surprizë. Ora do të bëj një pjesë të fundit. Kemë bjet gjithë Gjirokastra. Kush e ka të faqen Drikulla? Kush e ka atë faqe me vërtet? Nuk e di. Ore thon që e ke ti ore Ruol. Po thonë të ka mono, po unë Ti dhe smiresh me këto gjëra. Pse ç'a publikon, se unë s'kam Facebook. Shanë minin, shanë njërin, shanë tjetër. Driku- nuk e shan, nuk e shalje. I bësi me të tallë. Jo, Emil nuk e shanë në fakt. I I ngacmon. ironizon. Ironizon e. Nuk të e gjithë. di, nuk e di. I ironizon të gjithë, po me ironizon dhe mua. Po ka më thonë mua je mën veti, më udhojnë të mbulosh vete.
nuk edhe mund ta bësh se je. Po është në çdo tavolinë që më hapet. Dhe pas më besoj aty domethënë kush do më besoj. Nuk e di, ne kemi faqen podcast Xpiri Gjirokastra në TikTok, në Instagram, Me në YouTube. pjeta për kështu domethënë. Kështu që Kjo më vuri në dyshime që mund të jetë kishte i bëri dhe reklam faqes. Kush e gati faqen Drikula, o bab. Jo, Do futë njerëzit. jo, pjeta. Do futë njerëzit se këtu. tani Unë ta kisha unë, nuk do ta thoja këtu. un do kap një thelb picë, apo ma bë me sy. Merë vllai thelpic. Edhe shumë faleminderit dhe një herë miq, shifemi Prapë në podcast këtu anë? shifemi në episodet e radhës. Do ta marri Ta prapë. marrë prapë minin? Po. Pizza Kanguri, Ua, se delivery. vjen zëri, ha? Shumë faleminderit, na ndiqni. Ju përqafoj. Do ta marri thamë, do ta Këtë marri. ndjekin, atë që u lëret. Do ta marri thamë.